Pyetja e radhës është tash në 10 vjet të fundit të Ramazanit kam filluar të shtoj lutjet në sejdë në gjuhën shqipe, do të thonë është leuni dhe zgjatë sejdë. Allah subhanahu wa taala thotë wasjudu waqtarib. Njeriu më së afërt i Allahut është në sejdë. Dhe temeli i gjitha adhurimeve që i bën robi është sejdja. Pse? Se njeriu është afër Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu, ne kemi nevojë për Allahun ton, vazhdimisht kërkojmë edhe lutje dhe falje nga ai që i pranon lutjet tona. Ne kemi nevojë vazhdimisht lutjet tona të sinqerta dhe deltet e tona, hallat e tona që i kemi, ti drejtohemi atij që ndëgjon dhe shef, ai është Allahu. Atij i cili përgjigjet robit vazhdimisht. Prandaj momenti më i përshtatshëm për t'ju lutur Allahut është momenti i sejdës. Nga ajeti lar përmendën wasjudu waqtarib dhe bën sejdë se je afër Allahut. Forma e lutjes se si duhet jetë, më e mira është nga tekstet e hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe hoxh, do të pyetja është, a lejohet në gjuhën shqipe të bëhen lutjet më të gjata, se unë nuk kam njohuri, ti i mëson rregullat, do të thotë lutjet, me thon subhana rabbiyal a'la, që do të thotë është i lartë madhruar Allahu, se ne vetëm Allahun e madhrojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë kërkojmë, prej Allahut subhanahu wa taala, e pastaj në namaz vullnetar, shumica ulemave e kanë leju këtë se Allahu subhanahu wa taala e kupton edhe gjuhën tonë, edhe gjuhën tjera, edhe gjuhë tjera. Prandaj ti si musliman përgatitë shpirtin tan, adhurimin më të rënd që njeti jot, shpirti jot, zemra jote të jetë e sinqertë në lutjet e Allahut. Porosia e dytë në këtë moment është që ti kur ti lutesh Allahut, ti jesh me shpresa të mëdha se Allahu do t'i pranon lutjet. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kur të kërkoni prej Allahut, Allahu është shumë afër. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, dhe thirruni Musa, unë ju përgjigjem. Prandaj ne duhet me lut Allahun vazhdimisht në çdo kohë dhe në çdo moment që kemi nevojë, ashtu siç e ka lut Yunusi alayhis salam në barkën e peshkit, ashtu siç e ka lut Nuhi alayhis salam, Ibrahimi alayhis salam, Muhamedi alayhis salam, dhe ne e lutim për momenti më i përshtatshëm për më lut Allahut subhanahu wa taala që meriton lutje të pandërprerë dhe falënderim, është momenti i sejdës. Përgjigjja është, ka mundësi të bëhen lutjet në sejdë edhe në gjuhën shqipe, por më e mira dhe më e vlefshme është që besimtari ta shfrytëzon sejdën me tekstet e hadithit pejgamberit ose lutjeve që i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.